Sot I thash buri me qenë se jemi pushim të dy, thash, a e shpenzojmë kohën bashkë? Po mirë, grua, thash, si e mendoj që ta shpenzojmë? Po ja, thash, në fillim, thash, shkojmë aty në supermarket, blejmë një dy gjëra të vogla, ose më sakti, thash, e lëm supermarketin fare sot, shkojmë edhe bëjmë ca pazar aty tek ato dyqanet e shtrenjta me rroba, thash, pastaj vemi ham një drek jashtë, duke qenë se unë s'do kem kohë të gatoj, pastaj mbas asaj, thash, vemi shikojmë një herë filma në kinema, thash, se ngelëm duke parë filma vetëm televizor, edhe ti e mban gjithmonë atë remote kontrollin në dorë dhe ti vendose çfarë do shikojmë. Po mirë, tha burri, mirë e ke menduar, por nuk quhet shpenzimi kohës bashkë, tha, quhet shpenzimi lekëve. Që janë lekët e mia me pak fjalë, ti shpenzosh ti. A? Shikoni more, e kam mendje vetëm te lekët. I ka se jam për tym janë për me këtë burdhë, ju të kanë një bukur këtu që t'jeni kalofshi bukur.